Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. O Allah, na i prano salavatet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. O Allah, na fal na mëshirat gjithë ne që jemi këtu ya Rabbil Alamin. O Allah, na ndihmo që të çojmë një jetë mirë me bashkëshortet tona ya Rabbil Alamin. O Allah, na bëj drejt me bashkëshortet tona ya Rabbil Alamin. Dhe bëj drejt bashkëshortet tona me ne ya Rabbil Alamin. O Allah, na fal ya Rabbil Alamin, pasardhës të hajit me bashkëshortet tona, dim dhe vajza ya Rabbil Alamin. O Allah, për gjithë ata që janë beqarë në këtë xhamat, kudo që janë të besimtarëve ya Rabbil Alamin. Dim apo vajza, o Allah, martoj mbas 10 minuti ya Rabbil Alamin. Jebu bashkim shpejt ya Rabbil Alamin. Jebu halal ya Rabbil Alamin. Mbaj me halal, mbaj me iman ya Rabbil Alamin. O Allah, na afro tek madhënia jote, mos na ndaj nga namazet ya Rabbil Alamin. Mos na ndaj nga ato vepra që na fitojnë, na afrojnë tek madhënia jote dhe na largojnë nga çdo e keqe ya Rabbil Alamin. O Allah, na mbaj në jetën e kësaj bote me besim ya Rabbil Alamin. Na mbaj me gjithë dashurit tonë besimtarë dhe besimtare ya Rabbil Alamin. Na i pastro zemrat tona ya Rabbil Alamin. Gojet tona, trupat dhe shpirtat tonë ya Rabbil Alamin. Na shëro nga çdo smundje ya Rabbil Alamin. O Allah, na pasuro me halal ya Rabbil Alamin. Mos lalen, na begaton në një mënyrë që të mos kemi nevojë të shtrejmë dorën kërkujt përveç madhnisë tënde ya Rabbil Alamin. O Allah, na afro tek madhnia jote ya Rabbil Alamin dhe mos na lën as sa çelë me syt të mbështetemi tek vetja jon, por vetëm tek madhria jote ya Rabbil Alamin. Na largo dhe me një malsin prej trupave dhe shpirtave të mendjeve tona ya Rabbil Alamin. O Allah, të lutem dhe për gjithë ato dashur që na kanë kaluar për kësaj jete, fale me shiroj dhe bëj për banorët e xhenetit. O Allah, unë të lutem dhe me një djalë të vogël që sapo ka lind ya Rabbil Alamin. O Allah, shëroje. O Allah, shëroje. O Allah, shëroje. O Allah, shëroje. Ktheje në gjendje më të mirë. Rrete me dinë, me iman, rrete me prindit e tij. Pranoje këtë lutje ya Rabbil Alamin për gjithë ne dhe për këtë gjithë xhamat dhe shëroje sa më shpejt ya Rabbil Alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Allahu na urdhëron që t'jemi drejt, t'jemi bamirëse ndaj njëri tjetrit, por na urdhëron që të falim namaz. Namazi na afron tek Allahu dhe na largon nga çdo e keqe. Allahu na i pranoj namazet tona.